prokurorin e shoqërojnë. Kryeprokurori i përgjithshëm Olsian Çela në raportin për vitin 2024 zbuloi se Tirana ishte qyteti me numrin më të lartë të krimeve dhe Dibra e Kuksi patën më pak ngjarje, sikurse dhe numrin e shqiptarëve që u përgjuan gjatë vitit që lan pas. Për Samsipër është mundësuar interceptimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Analiza e të dhënave tregoi për rritje të kriminalitetit te krimet me dashje kundër jetës dhe dhuna në familje. Është vështirë të përcaktohet nëse kjo ka ardhur nga një tendencë e rritjes së fenomeneve të dhunës në përgjithësi apo nga një rritje e ndërgjegjësimit të viktimave. Dërsa Ministria e Drejtësisë vijon konsultimet për kodin e ri penal, kryeprokurori e kritikoi duke cilësuar represiv. Fryma e kodit është represive. Për sa kohë ne kemi shtuar ndjeshëm numrin e dispozitave, normave të cilat bëjnë të dënueshme sjellje caktuara shoqërore, teknika e përdorur për të shkruar kodin nuk është lartësinë e duhur. Raporti zbulon se kërkesat e përfaqësuesve të akuzës për masa shtrënguese në vitin që lan pas ishin në rreth 60% të pandehurve, fakt përballë të cilit kryeprokurori e cilësoi një problematik për të cilën ende nuk ka reflektim. Ka një tendencë për përdorimin e masave të sigurimit më ekstreme. Përballë pyetjeve të përfaqësuesve të opozitës për krimet zgjedhore, Çela tha se referimet përgjithsisht kanë qenë të dobta, ndërsa shtoi se ka pasur raste ku sipas tij mund të punojë më mirë. Mendoj që këtu ka ende le të themi vend për përmirësime dhe patjetër që ne mund të punojmë së bashku. Bresi i gjyqtarit Astrid Kalaja në gjykatën e apelit për prokurorin e përgjithshëm tregoi se mbrojtja e institucioneve nga Ilirian Gard nuk funksionon. Ndaj kërkoi rikthimin e policisë së shtetit pranë godinave të drejtësisë. Dhe besoj që nevoja për prezencën e policisë së shtetit në ambientet, qoftë në gjykata dhe në prokurori është domosdoshme. Për gati 4 orë, prokurori i përgjithshëm dha llogari para ligjvënësve për veprimtarinë e prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, ndërsa ngriti shqetësime për problematikat të sistemit dhe përfaqësuesve të akuzës. Nëse me projeksionet që ka për plotësimin e vakancave, ndoshta besoj diku viti 2028 do të jetë një zgjidhje përfundimtare.